أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Nevejut rahimahullahu taala, i cili libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot vazhdojmë me hadithin 655 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i tretë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimallahu taala thot: Wa an Aisha radhiyallahu anha qalet: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi bayti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'an فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم. Në rëfen Aisha radiallahu anha e cila thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë shtëpi time duke thonë: O Allah, kushdo që merr përsipër të udhëheq me umetin tem dhe ja vështirëson ati, ti vështirësoja ati pushtetari. E kush merr përsipër qeverisjen e umetit tim dhe sillet but me ta, sillu but me atë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na filluam dje të japim disa sqarime në lidhje me këtë hadith që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal të vazhdojmë aty ku e kemi lënë dje. Prej komponenteve gjuhësore që përdoren në këtë hadith dhe në këtë analizë gjuhësore që bëjmë, dalin shesh disa pjesë që shpjegimi i tyre na e bën neve më të qartë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo gjë, analiza gjuhësore, është e pranishme në të gjitha gjuhët, edhe në gjuhën shqipe, mënyra se si na i formulojmë fjalit, tregon për thellësinë intelektuale edhe gjuhësore të një ligjëruesi. Mirë, për në gjuhën arabe, kjo gjë është edhe më e theksuar, sepse gramatika e gjuhës arabe është e tillë që nxjerr në shesh kuptimet, porosit, mesazhet nga vetë formulimi i fjalisë. Edhe përdorimi i pjesëzave me të cilat potencohen disa kuptime të caktuara. Për shembull, në këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi thirrjen si pjesë të lutjes: O Allah. Tani, kur kemi në thirrje edhe lutje, dhe e cila thirrje dhe lutje i drejtohet më të madhit, Allahu dhul xhelal, aty secili njeri i mençur, i cili ka një grimës të vogël të diturisë, duhet me kuptu se bëhet fjalë për diçka të madhe. Se njeriu nuk i drejtohet Allahut me lutje përveç se për diçka që ka vlerë. Andaj ulemat kanë thonë, fillimi i një fjalie me Allahumma, o Allah, o Allah, thot zakonisht fillohet për gjëra madhështore dhe për gjëra të rëndësishme. Pa marrë parasysh kush është ai që thritet apo gjëja për të cilën ai thritet. E kut është kjo thirrje e drejtuar karshi Allahu dhul xhelal, atëre e rrit
vlerën e asaj për të cilën lutet njeriu në këtë lutjet e tij. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë të vetë thirrja e jep kuptimin e afërsisë që e ndjen njeriu me atë që i lutet. Për shembull, ne besimtarët i lutemi Allahut Dhul Xhelal, megjithëse Allahu i Madhërisëm është krijuesi i gjithësisë dhe është i ngritur mbi arshin e tij. Dhe megjithëse Allahu Dhul Xhelal është mbi krijesat e tij, përsëri secili besimtar e ndjen afërsinë me të, sidomos kur ai i lutet atij. Në përputhje me atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Mas afërmi që është njeriu me Zotin e vet, është kur është në sejdë. Do thot, pse është afër? Për shkak se në atë pozicion mas shumë të i lutet Allahut xhelal. Edhe andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa akthiru fihi min ad-du'a, sa ma shumë lut në Allah në këtë pozicion. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj Allahu i Madhërisëm që tha, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wasjud waqtarib. Bëj sejdë Allahut dhe afroju atij. Se pozicioni me të cilin më shumë të njeriu afrohet Allahut është sejdja që i bën. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij sahabiut që donte pozita të larta në xhenet, i thoshte a'inna ala nafsika bi kathrati sujud. Ndihmoje veten me që sa më afër Allahut xhelal në xhenet duke bosa më shumë sejdë. Edhe andaj kur na i lutemi Allahut xhelal e ndjejm se e kemi afër dhe se do thot lutja drejtuar atij na ndihmon neve me arrit qëllimet tona të cilat i kemi. Kjo është një. E dyta, zakonisht njeriu i lutet Allahut Dhul Xhelal atëherë kur ka frikë se mund ta godet ndonjë gjë e dëmshme atë. Dhe se nuk ka kush e mbron nga ky dëm askush përveç Allahut Dhul Xhelal. Edhe kjo është moment kur ti e lutesh, domethënë e kini frikë dhe din se asgjë nuk ka mundësi me të mbrojtë. Edhe andaj i drejtohesh Allahut Dhul Xhelal dhe kërkon ndihmën prej tij. Tjetër është që ki dëshira, ki nevoja dhe din se askush nuk ka mundësi me t'i plotësu ato dëshira dhe me t'i përmbush ato nevoja përveç Allahut dhe atij drejtohesh. Me këto të gjitha janë pjesë përbërëse kur themi na ne i lutemi Allahut. Do të ne e para jemi të bindur për madhështinë dhe madhërinë e tij. E dyta, e ndjejmë afërsinë me të. E treta, e dim se vetëm ai na mbron prej të gjitha të këqijave që ekzistojnë në botë. E katërta, e dim na se vetëm ai i plotëson dëshirat tona dhe i përmbush nevojat tona. Ande vetëm kur themi na Allahumma, pra në këto katër komponenta brenda kësaj Allahummas. E kështu kur t'i zbërthejmë në fjalit që janë në Kur'anin fisnik, edhe fjalit në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atër kuptimi i fesë do ketë thellësi tjetër pra asaj që na zakonisht e kuptojmë. Andaj, kur lexon këtë hadith në gjuhën shqipe, pa i pas parasysh këto komponente, humbin shumë gjëra nga thellësia e tyre. Pra shak feja mësohet në gjuhën arabe. Ti mundesh me lexuar gjuhën shqipe sa dush. Edhe me kuptue thellësira të gjërave plot, ama nuk është e barabartë ajo që ti mundesh me përfituar në gjuhën shqipe me atë që mund ta përfitosh në gjuhën arabe për shkak këtyre komponenteve, detajeve, të cilat gjenden në vetë rregullat e gjuhës arabe dhe i përmban ajo këto thellësi. Andaj kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, o Allah, men waliya min amri ummati, kushdo që merr përsipër të qeverisë, të ketë pushtet në ndonjë çështje mbi ummetin tëm, kjo tregon domosdoshmë se
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i drejtohet Allahut du xhelal për gjëra të vogla. Po është gjë shumë e madhe, andaj kërkon vëmendjen, kujdesin, interesin dhe domethënë ajo që pason është e madhe. Andaj ulemat kanë thonë, kur e fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosinë e tij me kësaj lloj forme, me kësaj lloj lutje, duhet të kemi parasysh se e ka për qëllim këto gjëra. E para, tërheqjen e vëmendjes. Domethënë kur të nis me lutje, shtoje vëmendjen tonë, kujdesu edhe më tepër me kuptues se çka ka mas kësaj. E para. E dyta, kërkon dëgjim të kujdesshëm të asaj që do jepet si porosi dhe mesazh. E treta, ku çon kjo porosi dhe mesazh? Çfarë rezultate jep? E katërta, e ndjell, domethënë e ngacmon dëshirën dhe lakmin për me zbatu atë që e ndëgjon. E katërta ose e pesta, i zgjon tek ne do të respektin dhe madhështin ndaj porosisë që jepet. E gjashta, do thot mundohemi që të gjitha këto kuptimet e kësaj porosie t'i zbatojmë në mënyrë të përkryer në jetën tonë, edhe e fundit, shife si sa bukur e shpendje, thot dhe kjo thirrje në këtë kornizë të korrigjimit të një gabimit është shkop i lëshuar mbi ata njerëz të cilët kanë pushtet ndaj ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ja vështirësojnë jetën atyre. Pse kjo? Që ata që kanë pushtet ta ndjejnë se këtë shkopin e kanë mbi kokën e tyre edhe vazhdimisht që e këtë shpërdorin pushtin e tyre i godet ata që në këtë botë para se mi godit ata në ahiret dhe e mbron njeriu vetveten nga lajthitja dhe devijimi dhe kalimi nga një pushtetar i drejt edhe i mëshirshëm dhe popullit vet në një pushtetar zullumqar, agresor, diktator i vështirë në popullit të tij. Kjo është domethënë veç analiza e pjesës e parë, Allahumma, o Allah. Edhe s'ka dyshim se kush nalet dhe mendon me vëmendje në lidhje me këto detaje, e kupton madhështinë e gjuhës arabe dhe rëndësinë që ka ajo në kuptimin e fesë. Dhe insistimin që secili i cili don ta studion fen, ta mëson gjuhën arabe. Dhe këtu është interesant me përmend se edhe armiqtë e Islamit, edhe studiuesit e Islamit, jo musliman, orientalistët, edhe ata në momentin që e vendosin me e studiu Islamin nga afër, me analizu parimet e Islamit, pa marrë parasysh se a është qëllimi me përfitu akademikisht dituri shtesë apo me hulumtu mangësit e Islamit. Ata punë në parë që e bënë e mësën arabishte. Edhe ke studiues të Islamit, orientalist, anë e mban botës që e din gjuhën arabe shumë më mirë se shumë arab. E mos flasin më thonë që e din arabisht më mirë se shumë hoxhallah. Megjithëse ai nuk është musliman. Po kur fillon me mësu gjuhën arabe, aq shumë i pëlqen, edhe aq shumë pasionot me gjuhën arabe sa që do të ai nuk mund të largohet nga kjo gjuhë. Edhe andaj, nëse dojmë me analizu në mënyrë të mirëfillt punën e hoxhallokut, na themi se një hoxh pa e njoft arabishtën është si një mjek pa e njoft latinishtën. Megjithëse latinishtja nuk është gjuhë e gjallë, është gjuhë e vdekur, po mjekët e kanë bazë në zhvillimin shkencor të tyre. E gjuhë arabe është gjuhë e gjallë,
Edhe Allah do më thonë prodhohet një sasi e madhe, shumë e madhe, intelektuale në gjuhën arabe. Edhe andaj, hoxha pa e njoft arabishtën, do ngelet shumë i dopt edhe në kuptimin e fesë, edhe në artikulimin e të mirave të fesë. Andaj, insistimi që të mësohet feja pa e njoft arabishtën, ose të pranohen kuadrat fetare, pa e njoft mirë arabishtën, kjo do më thonë kontribut i mangët në shërbimin e islamit. Ka mundësi me qenë i pa qëllimt, pa qëllime negative, pa qëllime me prapavi, po ka mundësi me qenë edhe e qëllimt me ebo damin islamit. Në botë, ka tentativat shumëta që me i pengu njerëzit me shku me studiu në vatrat e islamit. Qoftë ajo Azhari në Kairo, qoftë Universiteti Islamik në Medine, apo kudo qoftë në botën islame. Dhe ka insistime që të hapin institute, universitete, shkolla, për nxjerr imam dhe hoxhallar në vendet e perëndimit. Pse kjo? Që e para t'i largojnë nga gjuha arabe, e dyta t'i furnizojnë ata me kuptimet të veta të islamit, të shteteve perëndimore dhe qendrave orientalistike me prapavi dhe me dëshirë që të pengojnë zhvillimin e saktë të islamit. Dhe për këtë shkak dietarët bashkohor kanë thonë njëra prej mënyrave të luftës kundër islamit është largimin e muslimanëve nga gjuha arabe. Kur themi në largimin e muslimanëve, e kam qëllim edhe arabëve dhe jo arabëve. Se edhe arabë mundohen me largu nga gjuha e pastër arabe, duke u azëvendësu atyre me një gjuhë popullore. Edhe ka pas tentativa vazhdimisht që me zëvendësu gjuhën arabe të pastër gramatikore me gjuhë popullore. Jo vetëm komunikimin e përditshëm, po edhe në për shkolla. Edhe s'ka dyshim se sa më shumë që largohen njerëzit nga gjuha e pastër arabe, aq më tepër largohen ata nga kuptimi i burimeve kryesorë të islamit. Ai është Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ulemat bashkëkor musliman kanë thonë insistimin në mësimin e gjuhës arabe është nga kujdesi që kanë musliman për fenë islame. Edhe kjo është shumë e saktë. Shembull, na nuk kemi arab, na jemi shqiptar. Mirë po nga studimet tona që kemi bëu islamit e kemi kuptuar. Edhe atë e shohim vazhdimisht. Sa më shumë që e njohim gjuhën arabe, aq më lehtë e kemi kuptuar të vërtetën e islamit. Dhe aq sa më dobët e njohim gjuhën arabe, aq më vështirë kemi me kuptuar të vërtetën e islamit. Thjesht kjo për mi motivu të rit që ta mësojnë gjuhën arabe, edhe pastaj normalisht të kenë mundësinë të kuptojnë edhe imamin kur fal namaz, apo kur i këndon surat e caktuara të Kuranit, apo që na për shembull të thellohemi pak më tepër në njohjen e kuptimit të ajeteve kuranore ose hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta kemi më lehtë pastaj kuptimin edhe të hoxhallarëve kur na sqarojnë diçka për Islamin. Çështja tjetër tek analiza gjuhësore që përmendet këtë hadith është mënyra kushtëzuese që është përdorur në këtë hadith. Kush merr përsipër qeverisjen e umetit tem dhe sillet ashpër ndaj tyre, sillu ashpër me të. Kush dhe sillet ashpër, sillu ashpër. Sillet but, sillu but me të. Mënyra kushtëzuese që është përdorur në këtë hadith është gjithashtu mënyrë e inkurajimit dhe friksimit njëkohësisht, se varësisht prej formulimit e fjalës. Ama kur është me kusht, domethënë ti nëse e përmbush kushtin, e fiton rezultatin, pasojën. E tash nëse je i vështirë, i rënd me muslimanët, pritet me qenë Allahu i rënd me ty, në sjelljen ndaj teje. Nëse i but me muslimanët, pritet Allahu me kon i but me ty. E tash na e përmendëm në mësimin e kaluar edhe mësimet e parakaluara në hadithin e dytë që e sqaruam se
Kur themi na kushdo që merr përsipër të udhëheq muslimanët. E udhëheqja nuk është vetëm se në kulmin e pushtetit, në qeveri, në presidencë, po edhe imami i xhamis ka pushtet dhe muslimanëve në xhami. Edhe ai nëse ja vështirëson xhamatit, ja vështirëson Allahu atij. Nëse ja lëton xhamatit, ja lëton Allahu atij. Po edhe këshilli i xhamis, nëse ja vështirëson xhamatit, ja vështirëson Allahu atij, atyre. Nëse ja lëton Allahu atyre. Andaj gjithë na në komunikimin mes vete, kryetari i familjes, i pari i familjes, nëse do thot ja vështirëson familjes jetën, ja vështirëson Allahu atij jetën. Nëse ja lëton, Allahu ja lëton atij. E kështu me radhë, domethënë gjithë kush që ka diçka pushtet mbi dikën, duhet me marr parasysh këtë hadith dhe me mundue me drejtësi gjithsesi dhe me dobi me ja letu jetën atyre që janë varësi prej tij, që janë në pushtetin e tij. Qëllimi është që do thot njerëzit me jetu jetë të këndshme, jetë të mirë, normalisht në adhurimin e Allahut të Madhëshëm dhe në plotësimin e obligimeve që kanë prej Allahut xhelal. Pra kjo formë e përdorën këtë hadith e inkurajon besimtarin që me qenë i dobishëm ndaj atyre që i kanë varësi dhe e frikson nga pasojat e këqija që i vinë atij nëse ai ish përfill këto rregulla dhe këto udhëzime. Normalisht marr parasysh edhe pjesën e parë të thirrjes dhe lutjes, edhe pjesën e dytë të kushtit, atëherë të gjithë ata që marrin përsipër pushtetin ndaj besimtarëve, udhëheqjen e tyre e kuptojnë domosdoshmë se zemrat e tyre, veshët e tyre e kuptojnë se kjo punë është serioze dhe duhet me ju përkushtu realisht e mos me e shpërfill si udhëzim, si rekomandim, sepse pasojat janë shumë të këqija për atë njeri nëse e shpërfill këtë udhëzim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Metoda që është përdorur e kushtëzimit në këtë hadith tregon vështirësitë që i vijnë nga ndëshkimi i Allahut ndaj tij. Se vështirësinë që ta çon Allahu xhallahu është dënim. E njeriu i cili ka frikë madhështinë e Allahut xhallahu dhe atë që i vjen prej tij si dënim, normalisht kujdeset shumë më tepër. Gjithashtu prej komponenteve gjuhësore është edhe një pjesës që jo çdo kujt për nivelin përshtypje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min umuri ummati. O Allah, kushdo që merr përsipër të qeverisë në ndonjë çështje, umetin tem, ja atriboj vetvetes. Do gjithë ata që janë musliman, që besojnë në Allahun e Madhërisëm me tauhid dhe besojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i Allahut dhe vula e pejgamberëve, hyn në këtë pjesë umetin tim. Ja atriboj umetin islam vetvetes së tij. Kjo ka dy kuptime. E para, vlera jon, vlera dhe rëndësia jon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kujt i thuti, hajde me vllaviem me mua, vllaviem. I thua atij që ki vlla gjaku, edhe atij që ki vlla shpirti. Si thuti se si hajde vllaviem me mua. Tregon afërsinë, kujdesin dhe respektin që ki ndaj tij. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur tha ummetit tem, do thot tregoj afërsinë që ka ai sallallahu alaihi wasallam me çdo musliman që i ka këto kushte që përmendëm, e beson Allahun me tauhid dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pasim. E kjo me automatizëm ti kur ta lexosh këtë hadith duhesh me ndi veten të nderuar. Që e lexon këtë hadith ku ai thot për ty ti je ummeti i tij megjithëse ti jeton shekullin e 15. Kjo është domethënë kuptimi i parë që e bën secili musliman të ndihet i nderuar
edhe i privilegjuar që është antari i umetit islam. E dyta, e jep kuptimin e gjithë përfshirjes. Domethënë çdo kush, atë që tham pak më herët, çdo kush që ka pushtet ndaj çdo kujt për muslimanëve, në çfarë lloj forme, në të gjitha kohrat. Kjo ka vlet edhe në kohën kur e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vetë ka qenë i pari i muslimanëve. Kjo ka vlet edhe në kohën e sahabeve, Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, e Muaviut, ridvanullahi alaihi ecma'in, po ka qenë edhe në kohën e Emevidëve, edhe në kohën e Abasidëve, edhe në kohën e Selgjukëve, edhe në kohën e Osmanlive, edhe sot. Çdo herë, çdo kush që qeveris ka pushtet ndaj umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a është në Azinë e largët, a është në Azinë qendrore, a është në Evropë, a është në Amerikë, a është në Australi, kudo qoftë që dikush ka pushtet ndaj muslimanëve, duhet me pas parasysh këtë hadith. Për ndodhime interesante që lexosh edhe pse s'ka të bën me temën të qeverisja, më kujtua pa të lezu para disa muajve që një grup besimtarë shpej Spanja, Andaluzia në atë kohë, kanë dalë ndetin mes dhe edhe janë fut, do thotë mes Francës edhe Zvicrës, edhe kanë imën i fshat edhe atë janë konë, domethënë 20 veta. Edhe kanë bërë një shtet islam aty 200 vjet ka qenë. Një qytet që kanë qeverisë muslimanët. 200 vjet. Hala është qyteti, domethënë ekziston sot në malet e Alpeve. Kanë ardhur ata, kanë u budhën, kanë më një vend edhe 20 veta kanë pushtuar atë vendin, edhe kanë ndërtuar një qytet, domethënë kanë jetu me islam. Edhe ata kanë përgjegjësi, domethënë me kon drejt edhe me kon të mëshirshëm ndaj atyre që kanë pasur në varësi. Edhe kjo është rregulli. Prandaj dhe Imam Neviu rahimahullahu taala ka sjellë këtë hadith këtë kapitull për obligimet e pushtetarëve ndaj qytetarëve. Për me tregu se shteti zhvillohet me drejtësi edhe me mëshirë. Edhe sa më shumë që ka drejtësi, edhe ka kujdes ndaj popullatës, aq më tepër Allahu jep jetëgjatësi atij shteti. Edhe në momentin që humbet drejtësia dhe kujdesi për qytetarët e vet, normalisht Allahu e merr pushtetin kush do qoftë ai pushtetar, musliman ose jo musliman. Edhe kundërta, kush do qoftë ai pushtetar, musliman ose jo musliman, nëse ka drejtësi edhe mëshirë, Allahu i jep gjatësi atij pushtetit. Andaj edhe kjo pjesëza umetit tëm, shive e ka jep një kuptim shumë të rëndësishëm që na kur lexojmë gjuhën shqipe nuk ndalemi në këtë pjesë. Ama në gjuhën arabe të detyron më ndal për shkak domethënë thellësisë gjysore që ta jep. Normalisht ulemat kanë thonë, kjo forma kushëzore që është përmend, wal jaza'u min jinsil amal, si të bësh bëhet me ty. Kjo është rregull që edhe në tana shqiptarët e përdorim, ama në gjuhën arabe është shpërblehet njeriu ose ndëshkohet sipas llojit të veprës që e bën. Va vështirëson, të vështirësohet. Të valeton, të letohet. I mëshiron, mëshirohesh. Je ashpër me të, sillen ashpër me ty. Si të bësh, bëhet me ty. E kjo është rregull që secili prej neve është shumë me rëndësi me i dhon kujdesin e duhur. Edhe me pas parasysh, në momentin që je zemërgjan me tjerët, do e gjesh zemërgjërsinë e Allahut me ty. Në momentin që je dordhan, do e gjesh bujarinë e Allahut me ty. Në momentin që va fal tjerëve, do e gjesh falën e Allahut mbi ty. E kështu me radhë. Andë kjo shumë është me rëndësi me këtu. Se shpërblimi e ndëshkimi është sipas llojit të veprës tane. Ashtu si të bësh me tjerët, ashtu do bëhet me ty. E ta është ti me tjerët, mundësit i kitë kufizume ndesh të mirave, ndesh të qijave që avën tjerëve. Ama Allahu i madhreshëm, kur sillet me ty, mundësit e ti janë pa kufizume. Andë nëse ti ki pak mëshirë ndaj dikujt, Allah ka me pas shumë mëshirë ndaj teje. Nëse ti pak ja fal dikujt, Allah ka me ta fal shumë ti. Edhe kundërt, nëse ti i bën dikujt zullom, atë pritë hidhrimin e Allahut xhelal. Se dikujt ja ngushton, pritë se ka me ta ngushtu Allahu ti shumë më shumë, edhe shumë më fort.
Andaj, kur njeriu e ka këtë hadith parasysh, atëherë kupton se nëse e vështirëson popullit musliman, ummetit islam, jetën atyre Allahu ka me e ndëshkuat njeri që në dunja mos flasin për atë që e pret në ahiret. E tani, edhe e dyta pjesë, domethënë, gjithashtu është përmend se nëse sillesh but edhe mirë, e kije domethënë edhe kujdesin e Allahut ndaj teje dhe butësinë e tij me ty, edhe kjo padyshim i ngjall emocionet e besimtarit edhe dëshirës për me përfitu nga ky kujdes dhe mëshirë e Allahut xhelal dhe butësia e tij. Se këtë na, kur është dikush i butë edhe i sjellshëm me neve, na i ngasmon ndjenjat edhe emocionet. Edhe na zbut zemrën, edhe na shton dashnin ndaj tij. Edhe kur kemi parasysh se Allahu i madhëshëm sillet butë me atë që sillet butë me njerëzit, kjo neve na shton ndjenjen edhe emocionet karshi Allahut xhelal, edhe do thotë vazhdojmë me kujdes që me kanë të butë edhe kujdesshëm me njerëzit, edhe normalisht kjo është ajo shkaku që e bën një kryetar musliman të drejtë edhe të mëshirshëm, edhe më njëherë fillon ai kryetari musliman me ndje veten se është duke përjetuar atë kënaqësinë e qëndrimit në hijen e arshit të Allahut, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes së tij, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se 7 lloje të njerëzve Allahu i shtin në hijen e tij, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes së tij, e pritur është edhe imami i drejtë. Edhe andaj kur e ka këtë hadith edhe ka atë porosi, atëherë ai fillon veç me ndje edhe mu emocionu nga ai shpërblim që Allahu jep nëse ai është i drejtë në qeverisjen e popullit që ai është duke e sundu. Normalisht janë edhe disa pjesë në aspektin gjysor për të sqaruar që mbastaj të dalin te pjesë tjera të mësimeve dhe porosive, na me kaq mjaftohemi në këtë mezhlis të sotit, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jep të bëjmë edhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë mezhlis për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë mezhlis të hadithit, Allahu i Madhëshëm na bashkoft në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.